Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për procesin zgjedhor pas një pushafe intensive, jo me shumë rësi, por çfarë pritet të ndodhë ditën e sotme, do ta analizojmë, por edhe nesër me profesorin analistin Enver Bytyçin. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Profesor, do të kemi vazhdimsi apo kthes? Mendoj që do të kemi një kthes historike do ta quaja. Kthesa nuk do të jetë ndoshta historike për masat e fitores së opozitës, por historike në kuptimin e kthesës reale që duhet të marrë Shqipëria. Për 12 vite kemi shku drejt një humnere të cilën ne nuk e kemi parë si duhet, nuk e shohin ende, ka njerëz që nuk e shohin si dhe sa duhet, por që besoj që do të jetë një kthes historike për shkak se do të ndryshojë orientimi i zhvillimit dhe i progresit të Shqipërisë. Nga një trend zhvillimi me dështime të jashtëzakonshme në një trend zhvillimi normal do ta quaja. Natyrisht askush nuk pret që të jetojmë me lupë floriri, por për të patur një jetë normale me standarde të pranuara për kohën në cilën jetojmë dhe për vendin ku ne jetojmë, në një vend të bekuar prej Zotit. Zoti Bytyçi, mendoni që PD-ja do arrijë ta formojë e vetme qeverinë apo mund të kemi një krizë copy-paste ajo në Kosovë? Mendoj që Partia Demokratike do të marrë numrin e deputetëve me të drejtën për të krijuar qeverinë, koalicioni i Partisë Demokratike. Po të bëjmë një llogari, në vitin 2013, Partia Socialiste ka pas marrë atëherë 65 deputet. Të tjerët ishin deputet të LSI-s. Ndërkohë që sot Zoti Rama pretendon të arrijë në 71 deputet. Unë nuk besoj që do të marrë më shumë se 65 deputet, sepse atë forcë elektorale që Partia Socialiste kishte në 2013, kurse si nuk e ka patur në këtë fushat elektorale të vitit 2025. Nuk e ka patur edhe në fushatat të mëparshme elektorale, por ka përdorur mekanizmin e grabitjes, blerjes dhe të mashtrimit me qëllim që të sigurojë shumicën në Parlamentin e Shqipërisë. Tani që ai ka projektuar një numër deputetesh prej 71, do të thotë që ai e ka pranuar humbjen. E ka pranuar humbjen dhe kjo humbje nuk besoj që do t'i sjellë më shumë se 65 deputet, maksimumi i asaj që arriti në vitin 2013. Çka do të thotë që ai e ka humbur pushtetin. Partitë e reja nëse do të marrin 4 ose 5 deputet, ato nuk do të bëjnë koalicion me Zotin Rama, sepse Bashkia Ndërkombëtare do të pranojë ndryshimin. Pranimi i ndryshimit do të thotë që partitë e reja, partitë e vogla, madje këtu përfshin edhe Tomdoshin, do të orientohen nga koalicioni i qeverisjes me opozitën. Pra dhe Tomdoshi mendoni që do bashkëpunojë me Berishën? Tomdoshi ka dëshmuar që sa herë ka fituar e majta ka qenë me të majtën dhe sa herë ka fituar e djathta ka qenë me të djathta. Në një kohë të caktuar në vitin 2005-2008, mos gaboj, ai ka qenë aleat me Partinë Demokratike. Nuk e di, e mbani apo nuk e mbani. Megjithëse ishte deputet i Partisë Socialiste. Ai kaloi me grupin ose më saktë në aleancë me mazhorancën. Çka do të thotë që një biznesmeni si Tomdoshi i intereson të jetë me pushtetin. Tani, a do të jetë Partia Demokratike ose koalicioni për Shqipërinë madhështore e gatshme të bashkëpunojë me socialdemokratët e Tomdoshit? Kjo është pyetja, por nuk e diskutoj faktin që Tomdoshi, nëse fiton koalicioni për Shqipërinë madhështore, do të afrohet dhe do të bashkohet këtij koalicioni. Edhe qëndrimet e tij sot në fushat elektorale ku më shumë atakon eksponentët e Partisë Socialiste më bëjnë të besoj që ai ka filluar ta marrë kthesën në drejtim të atij që garanton fitoren.
Po Akronshej mendoni që do ta dëmtoj Partinë Demokratike, sepse lufta ka qenë edhe për databazën. Kështu që elektorati na ja ka tek e djathta. Padyshim që Akronshej merr votues të Partisë Demokratike dhe të koalicionit për Shqipërinë Madhështore dhe ky është një dëm i madh për Partinë Demokratike, pa asnjë diskutim. Pikërisht për këtë arsye nuk do të doja që Akronshej të kishte krijuar një parti të re, aq më tepër kur jam i bindur që Sali Berisha thot të vërtetën kur thot se i kam ofruar edhe vendin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Do në kandidimin, që do të thotë se të pozicion, ai edhe sikur 100 vjet jetë i ketë, nuk do të arrijë kurrë. Dhe refuzimi i këtij propozimi të kryetarit të Partisë Demokratike për mua ka qenë një autogol për Akronshejën, sepse ishte dhe mbetet një ofertë e jashtëzakonshme. Është numri 2 në kuptimin real të funksioneve dhe të autoriteteve politike në Shqipëri. Mbas kryeministit, gjithmonë kryetari i Bashkisë së Tiranës është njeriu më i rëndësishëm i këtij vendi de facto. Sigurisht de jure që është presidenti i Republikës, kryetari i parlamentit e tjerë, por në kuptimin real të menaxhimit të financave dhe të fondeve, dy persona janë më të rëndësishëm, kryeministri i vendit dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në këtë aspekt mendoj që ai ka gabuar për veten e tij. Por ndërkohë e dëmton padyshim Partinë Demokratike dhe koalicionin, sepse ai do të marrë disa mira vota dhe këto mira vota janë shumë të vlefshme për koalicionin për Shqipërinë Madhështore. Është e dukshme. Madje kushdo që merr qoftë edhe 10 vota nga njëri krah apo nga tjetri krah, ato janë dëm për koalicionet ose partitë që pretendojnë fitoren ose qeverisjen e vendit. Kështu që e dëmton pa diskutim. Nëse Akronshej do të ishte në lojë politike spaku në koalicion me Partinë Demokratike, nuk po them i shkrirë në Partinë Demokratike, por në koalicion me të, fitoria do të ishte akoma më e sigurt dhe më e plotë e koalicionit. Çfarë risie tjetër prisi nga ky proces zgjedhor? Risia është se pres që grabitjet, vjedhjet, blerjet e votës të jenë në një nivel më të ulët se sa në fushatat të mëparshme elektorale. Për shkak se zoti Rama ka kuptuar që nuk mund ta bëjë atë në mënyrë pa limit, në mënyrë të hapur, dhe madje me një guxim për një të marrë siç e ka bërë në të gjitha fushatat e mëparshme elektorale. Sepse ai ka kuptuar se nëse opozita do të shpalos prova të cilat e dëshmojnë manipulimin e zgjedhjeve, Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk do të njohin këto zgjedhje. Mosnjohja e zgjedhjeve do të thotë pastaj përsëritje e tyre dhe në një përsëritje të zgjedhjeve zoti Rama do të pësonte një goditje të pashmangshme. Një fitore sërish një opozitës në një zgjedhje të reja do të ishte shumë më e thellë se sa një fitore e kësaj radhe. Zotit Rama intereson, mendoj unë, kësaj radhe, kjo është risia dhe këtë shoh edhe në qëndrimet e tij në fushat elektorale, i intereson të jetë një opozitë e fuqishme. Ai synon që në opozitë të ketë atë fuqi politike që të mund ta mbrojë veten nga përgjegjësitë ligjore që natyrisht do të ketë mbas zgjedhjeve për korrupsionin, për lidhjet me krimin e organizuar, me bandat mafioze e kështu me radhë. Dhe një opozitë e fuqishme do të interesojë dhe intereson atij që të mbrojë vetveten. Në këtë aspekt unë nuk besoj që ai ka një interes për të ripërsërisë zgjedhjet dhe për të pësuar një humbje tragjike për të në kuptimin që pastaj të mos ketë më asnjë njeri që ta mbrojë. Por edhe nëse do të fitojë një opozitë të qëndrueshme dhe në një numër të konsiderueshëm,
Zoti Rama nuk mendoj se do të jetë i qetë në opozit për shkak se në Partinë Socialiste tashmë janë shfaqur konfliktet midis grupeve të ndryshme rivale dhe këto grupe rivale janë aq të pranishme dhe aq të zëshme sa po punojnë kundër njëri tjetrit dhe kanë punuar në të fushat elektorale kundër njëri tjetrit. Edhe kjo është një risi e këtyre zgjedhjeve sepse në Partinë Socialiste nuk ka patur luftë bërrylash kaq të madhe, kaq të hapur sa ka sot në këtë parti politike e cila ka marrë emrin e rilindjes sepse nuk mund ta konsideroj si një parti politike të qëndrueshme siç e kemi njohur më përpara Partinë Socialiste. Në këtë aspekt them që risit janë të mëdha. Risia kryesore është se vendi do të marrë një kthes. Kthesa është besoj e kuptueshme dhe shumë e qartë. Kemi të bëjmë me premtime konkrete të opozitës, të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, premtime të cilat opozita së paku në një 4 vjeçar të qeverisjes së saj nga viti 2005-2009 ka dëshmuar se mund t'i realizojë. Pra, ka një dëshmi, ka një provë praktike, të cilën që provon se premtimet e opozitës, premtimet e zotit Berisha janë të realizueshme dhe mund të realizohen. Në këtë aspekt mendoj që besimi tek opozita është shumë më i madh se sa tek mazhoranca. Një risi tjetër e fushatës dhe zgjedhjeve është thirrja e kryeministrit për të mos marrë pjesë në zgjedhje nëse nuk votohet Partia Socialiste dhe I trembet të kësaj shumicës të hershme ndoshta? Sigurisht që i trembet të fitores e opozitës dhe prandaj bën këtë thirrje, por më lejoni të them se nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë ndonjë vendi pluralist, jo demokratik, që kryeministri i një vendi të bëjë thirrje qytetarëve të vet të mos dalin në zgjedhje. Kjo është qoftë edhe kjo thirrje që Edi Rama bën për të mos dalë njerëzit në zgjedhje nëse nuk votojnë partinë e tij dhe atë vet, është një thirrje antidemokratike, një thirrje që dëshmon për pushtetin autokratik të tij, një thirrje që dëshmon se ai ka frikë nga demokracia. Dhe shfaqja e parë e demokracisë është vota. Dhe ushtrimi i kësaj. Nuk ka njeri në botë, nuk ka politikan në botë, ku ka një sistem pluralist, jo demokratik, po pluralist, që të bëjë thirrje qytetarëve të mos votojnë, të mos ushtrojnë të drejtën e tyre, vullnetin e tyre, të drejtën e tyre për të votuar. Mjafton kjo thirrje e Edi Ramës për të dëshmuar se sa në panik është ai, por edhe për të dëshmuar se sa i gatshëm dhe i etshëm është ai të manipulojë jo vetëm procesin zgjedhor, por edhe numrimin e votave në ditën e sotme të votimit. Edhe diçka ju lutem për ta mbyllur reagimi produktin e lobimit në SBA dhe ardhjen e Lacivitës. Deri me atë që pam deri tani, jeni i kënaqur, është ajo që prisnin apo do ta shohim nga nesër në vazhdim, pra cila do jetë sjellja e SBA-s? Lobimi që Partia Demokratike ka bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbas zgjedhjes së Donald Trump, por edhe para zgjedhjes së Donald Trump, kemi parasysh se grupet e Partisë Demokratike, deputet të saj kanë qenë aktiv në fushatën elektorale të zotit Trump dhe kanë punuar me komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që zoti Trump të fitojë vota sa më shumë nga ky komunitet. Do të thotë që janë gur themeli këto veprimtari për të ndryshuar raportet e opozitës dhe sidomos të liderit të saj, Sali Berishës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lufta e mazhorancës së sotme, e rilindjes dhe e kundërshtarëve të Berishës kundër tij, deri më sot ka qenë zhvilluar në të gjitha format, sidomos nga shpallja e tij non grata për 3 vite me radhë, gati 4 vite, ka qenë zhvilluar në aspektin se Sali Berishën nuk e duan Amerikanët, nuk e do Amerika. Prandaj ai nuk duhet të mbështetet.
Kjo alibi, kjo narrativ, tashmë ka rënë me Lasivita. Dhe duke rënë kjo narrativ, do të thotë që nuk ka më shqiptar që të bendoj dhe të besoj se Berisha nuk duhet votuar se nuk ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Përkundazi, narrativa ka kaluar në anën e Ramës. Është ai që nuk ka mundur të krijojë një lidhje më me administratën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Përkundazi, në Shtetet Bashkuar të Amerikës, në Departamentin e Shtetit, madje edhe në Senat dhe në Kongres, por në bashkëpunim edhe me Shtëpinë e Bardhë, po është ngritur një grup pune i cili po shqyrton situatën në Shqipëri. Dhe mos harrojmë, kemi 3 grupe pune në këto nivele në Shtetet Bashkuar të Amerikës, një për situatën e marrëdhënieve me Rusinë, një për situatën e marrëdhënieve me Kinën, dhe i treti është për situatën në Shqipëri, që do të thotë Departamenti i Shtetit do të ketë një pozicionim të ri të marrëdhënieve të tij me Shqipërinë, dhe ky pozicionim i ri do të jetë në raport me Edi Ramën, kuptohet si një person i papranueshëm dhe non grata për bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shkak të dëmeve të mëdha pas procesit për non grata, sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ngutën të bëjnë të marrin vendime dhe të shkojnë në konkluzione për shkak të proceseve që ndodhin në Shqipëri. Ato proceset i realizojnë për interesat e tyre dhe për të dëshmuar për veten e tyre. Por problemi është që në çdo kohë që do të riformulohet një qëndrim ndaj politikave të Ramës dhe marrëdhënieve të tij me Departamentin e Shtetit në kohë të mëparshme, në marrëdhëniet e mira të tij, me Sorosin dhe me segmentet të tjera globaliste në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai do të marrë një ndëshkim të jashtëzakonshëm. Ndëshkimi do të jetë për faktin se Sorosi ka përdorur si laborator eksperimentesh për tezat dhe ideologjinë e tij globaliste pikërisht Shqipëri. Dhe ai eksperiment që është bërë në Shqipëri është tentuar pastaj të shtrihet në vendet të globit dhe sidomos në kontinentin evropian. Pikërisht për këtë arsye, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të detyruara që të ekzaminojnë marrëdhëniet e Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të thotë që Edi Rama tashmë do të zëjë vendin e non gratës të Sali Berishës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa ish sekretari i Shtetit Amerikan Antonio Blinken është shpallur, si thuaç, non grata në kuptimin e prezencës dhe të qenit të tij me suport në administratën e sotme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në Dash, do të thotë që do flet shumë për një pozicion të ri të administratës së re kundër asaj administrate çka ishte më parë dhe me të cilën Edi Rama kishte një marrëdhënie jo vetëm vllazërore, shpirtërore, por edhe marrëdhënie ideologjike shumë të ngushta. Mos harrojmë se fakti që Edi Rama u pengua të takonte Trump në inaugurimin e Notre Dame në Paris, fakti që Edi Rama u pengua të takonte djalin e Donald Trump pavarësisht makinacioneve për ta mbuluar të informacion, fakti që Aleksandar Vučić u ndalua të hyjë në aktivitetin e Partisë Republikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pastaj u bë i smur me qëllim që të mbuloj me një alibi smundje dështimin e tij për të hyrë në atë aktivitet dhe në mënyrë inkognito të bënte një fotografi me Donald Trump. Këto fakte dëshmojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të vëmendshme, janë serioze dhe nuk janë më shteti i Barack Obamas, por janë shteti i një njeriu shumë serioz i cili vlerëson edhe simbolikat në mënyrë shumë serioze dhe përpasoj besoj që gjithë peshorja tashmë anon në favor të Sali Berishës në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edi Rama në këto marrëdhënie është jo vetëm i dështuar, por edhe i mbaruar. Zoti Potyçi, të falenderoj shumë për bisedën dhe analizën tuaj. Faleminderit shumë.